Godina Prapakrave të Mi dikur ka funksionuar si shkollë për gjimnazin Shaban Demiraj. Prej disa vitesh kjo godinë trekatëshe është mbyllur dhe nuk kryen më funksionin e mësimdhënies. Ndërkohë që me anë të një projekt vendimi, i cili u propozuar nga kryetarja e Bashkisë Brunilda Mersini në datën 21/11/2025 dhe më pas u miratua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kjo godinë, e cila dikur ka funksionuar si shkollë, do të jetë në shërbim të bashkisë për ndërmarrjen e shërbimit publik, ndërkohë që flitet sipas projekt vendimit që edhe zyrat e drejtorisë vendore të tatim taksave do të jenë pikërisht në godinën Prapakrave të Mi. Godina e shkollës Shaban Demiraj në shërbim të Bashkisë së Vlorës. Godina e cila prej vitesh nuk kryente funksionin si shkollë, pritet që tashmë të jetë në funksion të ndërmarrjes së shërbimeve publike të Bashkisë së Vlorës, por edhe të tatim taksave vendore. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, me një projekt vendim të datës 21 nëntor 2025, kërkoi kalimin e kësaj godine në funksion të Bashkisë së Vlorës dhe institucioneve të saj. Projekt vendim ky miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Bashkisë. Godina pak vite më parë u ndërtua për të funksionuar si gjimnaz, por tashmë qëndron totalisht bosh duke mos qenë më në shërbim për mësimdhënien dhe për funksionin si gjimnaz. Në këto kushte pare dhe fakti se godina është totalisht bosh, shkërkuar dhe kalimi i saj në shërbim të Bashkisë së Vlorës për institucionet e saj vendore. Pas miratimit në Këshillin e Bashkisë vetëm pak ditë më parë, pritet se kur do të nisë edhe transferimi këtyre institucioneve drejt kësaj godine, ndërsa sipas informacioneve nga Bashkia e Vlorës, diçka e tillë pritet ndodh në fillim të vitit të ardhshëm.